Në shumë organizata, vlerat shpesh mbeten vetëm fjalë nëpër mure, nëpër letra apo nëpër prezantime, por sfida reale është qysh me i kthy ato në veprime konkrete të përditshme. Tani në PR Zone kemi Kanarin Kallaba Ramadani, HR Manager në LPP, ku do të flasim për Fast Approach, një temë shumë interesante, ku do të mësojmë nga Kanarina se çka është kjo qasje edhe çfarë përfitime sjell ajo për një kompani. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën edhe për mundësinë. Tregom si po e përjeton sot ditën e parë të summitit. Nuk është i raport për ty, tash e disa vite e tjesë është i raport. Shumë mirë, është shumë interesant. E ke parë për fillimin edhe rritjen e Power to HR. Po, gjithçysh e ndjekim me shumë kënaqësi. Është i raport PR Zone, kështu që ta shohim qysh po rrjedh biseda. Për atë arsye kemi edhe një publik këtu. Patjetër. Tregom Kanarin për vlerat Fast, është një temë që e kemi përzgjedh për me diskutu sot, Fast Approach, çka përfaqësojnë këto vlera në organizatën e juaj më konkretisht. Patjetër. Në kompaninë tonë vlerat Fast janë më shumë se sa një slogan. Është mënyra qysh na operojmë edhe punojmë çdo ditë. Ritmi i kësaj natyre, do me thonë, reflektimi i kësaj natyre Fast na tregon qysh na bashkëpunojmë me njëri tjetrin, sidomos në retail, ku gjithçka është shumë e shpejtë. Do me thonë, kemi massive recruitment, kemi massive sales, gjithçka shumë e shpejtë, gjithçka duhet me u vendos shumë shpejt, kështu që vlerat tona na mundsojnë që atritëm se qysh na kena me bashkëpunu edhe me kooperu me njëri tjetrin. Prej perspektivës të HR-it, kjo na bën një kulturë organizative na bën sa më të qartë. Do me thonë mënyra se çka na duhet me bo edhe qysh operojmë në baza ditore. Pra vendime të shpejta, të qarta. Po, është më shumë se ajo. Tash kam me tregu çka i bjen akronimi Fast. Shkronja e parë, F-ja është fire fueled, që i bjen që na gjithmonë bim energji të re në kompani, po njëkohësisht kemi edhe përgjegjësi shumë të madhe për punën që e bojmë. A-ja është ambition driven, që jemi shumë ambicioz edhe jemi shumë proaktiv ndaj qëllimeve tona. Jemi success oriented, që i bjen gjithmonë jemi të orientum drejt qëllimeve tona në biznes, edhe jemi trust-based, ku personalisht është ma e fuqishmja edhe është ma e rëndësishmja për mu, për shkak që japim shumë autonomi për punën që e bojnë punëtorët, po njëkohësisht kërkojmë edhe shumë përgjegjësi. Edhe Fast nuk ka të bëj veç me shpejtësinë, mirë po ka të bëj që shtregova në fillim me e bo qartë ta zënë një kulturë organizative qysh e kemi në kompani edhe qaj ritmi jonë ditor i punës që na mban me shku përpara me njëri tjetrin. Po qysh siguroni që këto vlera mos më mbet vetëm letër, por me i vendos në praktik? Këto rol shumë të madh luan HR-i. Tash po foli për perspektivës tem, mundohemi krejt vlerat me i vendos në secilin proces që është e mundur. Tu fillu prej rekrutimit, onboarding, performance management, edhe normalisht mandej edhe operacionit ditore që i kemi. Për shembull, në rekrutim nuk këqyrim veç aftësitë e kandidatit, po e shohim edhe çato vlera apo përputhet kandidati me çato vlera që na i kemi në kompani. Mandej kur kemi performance management që bëhet 2 herë në vit, edhe është bagi big deal kështu në kompani, nuk e mosim veç arritjet, po edhe mënyra se qysh kemi mritë çato arritje. Edhe normal organizojmë shumë workshope, sidomos me punëtorë që i kemi në retail, edhe secili punëtor mundohet me vendos ftyrën, foton e vet në njënën prej Fast, do me thonë prej akronimeve, prej fjalëve, ku që ato e demonstrojnë çfarë sjellje ka çaj punëtor edhe çka ndjen, a është ambitious, a është trust-based, në ekipin ku ai punon.
Prej perspektivës të employer branding, çdo material që na e printojmë me akronimin FAST. Edhe mundohemi me vendos këto pa sa ma shumë edhe për kandidatin, po ashtu edhe na si punëtor mos me harru se qysh operojmë çdo ditë. Cila është më e vështira në praktik me zbatu? Më e vështira do të thoja që është FAST, që është trust, do më thonë, në akronimin, në FAST, besimi, për shkak që komplet kompania është build besim. Jemi në ma shumë se 35 vende në botë, me ma shumë se 45.000 punëtor. Edhe nëse nuk e kemi si base, besimin është e pamundur me funksionu edhe me arrit drejt qëllimeve tona. Normalisht mandej me besim është ma lehtë edhe me dhonë autonomi, me kriju përgjithësi, me pas ma shumë transparencë, edhe krejt këto na ndihmojnë me e rrit na shpejtësinë, edhe me e prit ma të mirën prej rezultateve tona që e kemi. Si ndikojnë këto vlera në rezultatet e një biznesi? Tha që jeni një biznes i madh, i shtrirë në shumë shtete, në shumë qytete. Këto vlera që kanë ndihmuar në rritjen e biznesit? Vlerat ndikojnë drejt për drejt në performancë. Mirë, po prej perspektivës të HR-it na kemi për detyrë këto vlera me i përkthy në përditshmëri, sepse na tregojnë mënyrën që na operojmë, që e ceka tash s'di sa herë. Me marrë veç një shembull, nëse jemi shumë të stresuar. Edhe në retail jemi të stresuar se gjithçka që shtregova shumë e shpejt. Asnjë punëtor nuk e mon men ndaj procedurë të HR-it ose nuk e mon men ndaj politik. E mon men the habit, edhe vlera që na i kemi kriju. Edhe nëse s'ki vlera që janë transparente, që janë shumë të thjeshta, edhe që janë shumë të kapshme për punëtorin, o shumë vështirë mi a dal me punu në krejt këtë dinamik. Këto vlera, mandej, kur janë shumë të mira në ekip, japin shumë pasqyrë të mira edhe të klient. Mandej klient, japin rezultate shumë të mira në biznes, se normalisht na jemi biznes edhe këshyrim që shme mri ma të mirën. Tregon një këshill që ja kështë dhënë kompanive sot, që synojnë me ndërtu një kulturë të fortë të bazuar në vlera, qoftë në vlerat FAST apo edhe diçka tjetër. Sugjerimi jam është me pas vlera të thjeshta, me pas vlera të qarta, edhe me pas vlera konsistente. Krejt e dim këtë thonjën e famshme, njerëzit bojnë çka ti bën, jo çka ti thu. Edhe besoj që çdo lider ose menaxher që është në kompani duhet këto vlera me i jetu, sepse punëtori e vjedh çka të ndjenjë te menaxheri vet edhe e sheh se çysh po vepron, jo çka po thot. Kështu që duhet me pas vlera tjetushme edhe vlera konsistente, me i përkthy që ato në përditshmëri, për ndryshe mendoj që ato vlera thjesht kanë më konë një slogan që të i vendosu në mur, kanë më dok shumë mirë për employer branding, po nuk kanë me ndihmu kur gjo për njerëz të tu në kompani. Anarin, faleminderit shumë, graci që të pata sot. Faleminderit edhe prej teje. Suksese. Faleminderit.